Turqia ka lançuar publikisht raketën e saj të re balistike ndërkontinentale, Yildirim, për herë të parë në ekspozitën ndërkombëtare të industrisë së mbrojtjes Saha 2026 në Stamboll, duke shënuar një hap tjetër në zhvillimin e aftësive strategjike të sulmit me rreze të gjatë veprimi në vend. Raketa u zhvillua nga qendra e kërkimit dhe zhvillimit e Ministrisë së Mbrojtjes turke dhe sipas të dhënave të paraqitura në ekspozit, mund të arrijë shpejtësi deri në rreth 8.5 km në sekond dhe ka një rreze veprimi deri në 6.000 km. Sistemi Yildirim përdor 8 oksid të azotit të lëngshëm si lëng djegëse dhe ka 4 motorë raketash, karakteristika që sipas burimeve turke e rendisin atë ndër platformat më të përparuara të raketave të zhvilluara nga Turqia deri më sot. Prezantimi u zhvillua në kuadër të ekspozitës ndërkombëtare të mbrojtjes dhe hapësirës ajrore Saha 2026, ku industritë turke të mbrojtjes dhe agjencitë shtetërore prezantojnë sisteme të reja teknologjike në fusha të tilla, si mbrojtja ajrore, sistemet pa pilot, aviacioni dhe teknologjitë hapësinore. Zbulimi vjen ndërsa Turqia vazhdon të zgjerojë aftësitë e saj mbrojtëse, duke përfshirë sistemet pa pilot, mbrojtjen ajrore, aviacionin dhe platformat që lidhen me hapësirën. Yildirim ndryshon nga sistemet të ngjashme me karburantin e tij të lëngshëm për raketa dhe një ngarkesë shpërthyese prej 3000 kg. Rrezja e veprimit të raketës është e aftë të arrijë pjesën më të madhe të Europës, lindjes së mesme dhe pjesë të Azisë. Zbulim që sinjalizon shtrirjen gjithnjë më të madhe ushtarake të Ankaras. Në kontekstin aktual të luftës në Iran, një lajm i fundit ka bërë bujë në mediat ndërkombëtare. Duket se Turqia po mban Izraelin me naftë për furnizimin e ushtrisë, teksa vetë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dënoi fushatën ushtarake të Izraelit në Gaza si një krim lufte dhe një krim kundër njerëzimit. Ai bëri thirrje për ndjekje penale dhe u kërkoi vendeve muslimane ta izolojnë Izraelin. Ndërkohë nafta nga Azerbajxhani rrjedh përmes një tubacioni që përfundon në një port turk. Ajo ngarkoi në anije cisterna dhe lundronte direkt në rafineritë izraelite. Studiuesit kanë dokumentuar se nafta po përpunohet për të njëjtin avion luftarak F-35 Lightning II që kryejnë sulmet që Erdogani ka dënuar. Turqia vendos një taks për çdo fuqi. Kjo është historia. Jo retorik, por një tubacion. Është e vështirë të shpjegohet se si presidenti turk mund ta pajtojë një mënyrë të tillë të menduarit. Në fakt, energjia, tregtia e armëve dhe politika e brendshme përplasen brenda njërit prej anëtarëve më të trazuar të NATO-s.